Besoj se ecja është antistres. Aktiviteti fizik është antistresi më i mirë. Pastaj lexoj gjëra që më pëlqejnë. Unë i veransi shumë mendimit pozitiv dhe leximeve të pëlqyera që ngjallin pozitivitete. Që t'japin një energji të mirë. Mendimin pozitiv e përdor shumë, nuk marr kurrë ilaç për gjumën, nuk marr, e kam forbidden. Ja, por çdo problem që kam unë normal me gjumin që mund të lindin, unë e ka përse me shumë sukses me mendimin pozitiv, positive thinking. Dhe mendimi pozitiv ka dy gjëra që ja këshilloj çdo njeriu, që të mos marrë ilaç për gjumë, por të përdor mendimin pozitiv se ka dy anë shumë të mira. E para, shmang ilaç, shmang këto dhe rrin, lexon gjëra që të interesojnë, ndërton ëndra, duke menduar për probleme që të pëlqejnë. E dyta, çfarë ka konstatoj unë? Me mendimin pozitiv, pavarësisht se ti ndonjëherë mund të mos marrë gjumi gjërë në 4 mjezi, gjërë në 5 mjezit, por zgjohesh sigur ke fjet. Zgjohesh sigur ke fjet, pra e ke ditën me pak ndryshim nga ajo dita që ke fjet plotësisht. Pra vetëm mendimi pozitiv përpara se të flesh ndikon ke gjithë kjo. E kisha fjalën, po të kesh pa gjumësi ndonjëherë ndodh, ose ke dhe unë këte ka përsej me mendim pozitiv. Mendim pozitiv thash, e para që nuk rri të sillem, të nervozohem me vetës, po merr. E si e stimulon vetën për të parë mendimin. Marr lexoj gjëra që më pëlqejnë, dhe që ose mendoj gjëra që më pëlqejnë, dhe më e mira e kësaj është se në mëngjes ti nuk je më i lodhur siç do të ishe në një natë me pak gjumë fare, por je pothuajse sigur ke fjet.